Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi forcat e policisë se përdorën dhunë ndaj protestuesve paqësor. Në një mesazh të shpërndarë në rrjetet sociale, Berisha bëri përgjegjës kryeministrin Edi Rama për sjelljen e forcave të policisë në protestë. Me urdhër të Edi Ramës, sot narkopolicia përdori lëndë toksike, gaz lotësjelës të skaduar, përdori spraj ariu, lëndë piroteknike, topat e ujtë, zvarritjen, përgjakjen e protestuesve paqësor me një gërsi të papërmbajtur. Sipas Berishës, sjellja e forcave të policisë tregon fytyrën e vërtetë të qeverisjes socialiste. Edi Rama dhe organizata e tij kriminale shpërfaqi para shqiptarëve moralin dhe fytyrën e tyre kriminale të vërtetë. Dëshmuan se janë të aftë dhe të gatshëm të nërmarin çdo krim dhe çdo akt për të mbrojtur karrikën e tyre. Kryetari i Partisë Demokratike dënoi dhunën e ushtruar sipas tij ndaj protestuesve e kërkoi në emër të opozitës lirimin e të gjithë atyre që u shoqëruan nga policia.